Samiro Ikani në krahun e djathtë Portetaj, në krahun e majt Kristianushi në qendër, Loret Sadiku dhe Avni Pepa, dyshja mesfushore, Anel Raskaj dhe është aty Ardian Gashi në mes, një treshe ofensive pra Enis Alushi, Shpëtim Asani dhe Albert Bunjaku në solm Ilir Azemi. Në të vërtet është Raskaj. Nisat Kosova për para. Nuk kemi në rrëtë të banuar dhe jonë në përparsi gjushtari. Ja mundësia këtu Gondigja! Rasti par minuta e 12 ishte Shpëtim Asani a i cili tentoj. Par e tërvenimi portierit. Këtu Arkim Ilushi në shtyllën e dytë. Ja mundësia! Par shpaton a i të tani. është i vetmuar, tre lojtar në afërsi. Ja tani paraqitën në krahun e djathtë Azemi. Pozicioni është i rregull. Dhe në fund. Niset me zhvet Azemi. Alushi është në krahun e majt, ja përsëri hapësira. Mundësia këtu për Kosovën. Asani! Rasti dhe! Jo! Një akcion fenomenal. Do shta është më mirë do tjetë. Tjetër akcion. Do tjetë një mundësi e mirë dhe kjo. Ja rasti tani, mundësia! Po qka po ndonë kështu? Ilir Azemi nuk ka fat, por ishte me të vërtet akcioni mrekullueshëm kë. Ishte akcioni mrekullueshëm kë. As kush ka 17.000 njerëz do praneshëm në Adem Jashari nuk po... Nga Bytyqi cili ka ndruar tani krahun. Apet, në të vërtet ishte Hasani. Duhet furnizohet me kësi lloj Shpëtim Asani kërcënoi këto minuta 70. Ente 0-0. Mendoj që edhe për minutat që kanë bet, një herë ose dy kësi topa me furnizu shpëtimin, ai do të realizojë edhe gol. Me të vërtet ka cilësi. Tani një Gondigje mjaft të mirë. Nuk ka gol. Ishte Toski ai cili të toj, por mbetet 0-0, 77 krahun e djathtë Portetaj. Shumë ide e mirë. Portetaj nuk ka pozit jashtoje. Gondigja dhe! Jo. Edhe kjo ishte shishimin e dur. Nuk e ka po shishimin e dur. Kastrat ishte. E ka bënë aty Krasnishin mbyllat sfida. 0-0 ndeshja historike. Kosova iti pas 90 minutave lojë.